Pas thashethemeve se ato janë ndarë, ka ardhur një reagim i fortë nga Shpat Kasapi. Ky i fundit ka zgjedhur fjalë të forta për ndjekësit në një postim të fundit në Insta Story. Krahas një fotoje nga një vakt ushqimi, vëmendje mori shkrimi në postimin e tij. Krijo disiplinë, ushqehu mirë, ushtro dhe mos gabo me gruan, se s'të fal, të lën, duke shoqëruar këtë mesazh me një emoji zemre të thyer. Ky postim ka marrë vëmendje të menjëhershme në rrjet, veçanërisht pasi vjen pak kohë pas ndarjes së tij nga bashkëshortja Selvia Jao, me të cilin ndan dhe një djalë. Ende nuk dihet nëse mesazhi ishte një reflektim personal apo thjesht një këshill për ndjekësit, por ajo që është e sigurt është se Shpati po flet më shumë për ndjenjat dhe gabimet, tani më shumë se kurrë. Nga disa fanca të tjerë, kjo është marrë si një ironi, dhe se Shpati dhe Selvia vazhdojnë të jenë më të lumtur se kurrë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.